Ne jemi këtu për të fituar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Se ai thotë Europa. Europa nuk ka një vend në Europë që mos ketë zgjidh pronën. Kjo është një nga 3 anët e problemit të pronës. Ana tjetër është certifikata e tokës. U bë 20 vjet që punojnë tokën dynjaja rropatën atje, raskapitën dhe s'kan akoma certifikatën. Dhe çat i thush të rinjve në fshat, ti thush punoni, çat punojnë ata. Ata shohin babën dhe nënën që punon 16 orë dhe në fund ditës po e kapi bukën me kos, mirë. Po se kapi një ditë pa buk, një ditë me buk. Të honën buk me kos, të martën buk thatë, mërkurën kos prap, të ejnëtën buk thatë, qatë bëj ai djaliri thot, jo mër vlla, jo mër babë, së të vi mrapa unë ty në këtë loj, se edhe të ropatëm dhe mos fitoj lek, edhe ato 5 lek që ka shkoni lek e Borussia, edhe shef nga qeli dhe mendon si ta ratiset, tike nga Shqipëria. Kurse, duke i dhënë certifikatën e tokës, e duke i thënë, ja ku është, kjo është, edhe i thot baba çunit, kjo është prona jon, kjo është prona jote, mere dhe krijo mirëqenie. Duke i ul kostën dhe prodhimit, që të punojnë dhe të fitojnë lek, se në fund ditës tek lekët mbaron kjo loj. Të fitojnë lek, atëherë edhe të rinj të fillojnë, të orientohen nga toka, të orientohen nga prodhimi, të orientohen nga puna. Se ne flathemi punësim, po çfarë punësimi? Ku? Pjesën më të madhe të punësimit, ne duam ta realizojmë në fshat.